Faqa Na ishte dikur sjell letrën që Migjeni i dërgonte një miku të tij për Krishtlindjet dhe vitin e ri 1937. Migjeni. Shok i dashur, unë përgjithsisht nuk shkruaj urime as për Krishtlindje, as për Bajram, as për ditëlindje, as për ndonjë feste tjetër. Nuk shkruaj pse urimet që në ato ditë tan bota ban nuk dia plotësohen 1%, se pothuaj të gjitha dalin nga hipokrizia. Bota këtë din, por njësoj vazhdon të shkruaj urime. As për motmotin e ri deri tash nuk i urova askujt asgjë, por kësaj here duhet të hyj në radhën e njerëzve korrekt dhe të uroj shokëve të mi motmotin e ri 1937. Së pari, të uroj shok i dashtun gjumin e ëmbël, që të mos ndëgjosh si gjëmojnë njerëzit nën barrën e kryqeve të vet tu e mundunve, as britmën e ngathnjyesve në këtë jetë, të mos ndëgjosh bubullimën e Spanjës, gjumin e ëmbël, të mos ndëgjosh si afër teje gërset dhëmballa për dhëmball, nga të ftohtit, pse atëhere duhet të pyesësh, moj dhëmball, pse ndeshe për dhëmball dhe gërset aq? E gjuha në vend të dhëmballës përgjigjet, pse ashtë ftoht zotni, e kur ashtë ftoht zotni, u hyn dreqi trupit, muskujve, nervave zotni, dhe qashtu gërset dhëmballa për dhëmball zotni. Ashtë tepër banale të themi se mungon veshja dhe mbathja dhe zjarmi, prandaj gjumin e ëmbël shok i dashtur. Së dyti, mbas gjumit të ëmbël, të uroj qashtë dhe e natyrshme, të jesh i gëzuar, gjithmonë i gëzuar. Nga gëzimi i madh në sentimentalizëm, të puthish drasat e dhomës e shtyllat, si bani Greta Garbo në filmin Mbretresha Kristina, kur shijoi dashunin shtazore, desha të them hyjnore, por njësoj ashtë. Aq i gëzuem sa që bota të ta kenë zili dhe të thonë, o sa i lumtun ashtë. Të jesh i gëzuem edhe pse në anë tjetër zemra të pëlset si paljaços, të jesh i gëzuem se gëzimi yt u jep shpresa edhe tjerve, në rast se tryeza e shkrimit çalon, ti qeshu, në rast se e vetmja karrige që ke në shtëpi ashtë e shpuem edhe s'ke se ku të rish, ti qeshu, në rast se s'ke zjarr me këtë ftoht, po, ti qeshu, në rast se ndonjë ditë ashtu kot të mungon dhe buka, ti merre për lojë, për shaka dhe qeshu, del në rrugë bile, në kryqëzimin e udhëve dhe qeshu, e bota do ta ketë zili dhe do të thotë, ah, sa i lumtur ashtë. E kur të vije në shtëpi, ta shofi shkakun e gëzimit tënd, do t'i kujtohet botës vetvetja dhe do të fillojë të qeshi ki ka. Smundja e të qeshurit do të përhapet ndër të gjithë dhe njerëzit si majmunat do të hidhen përpjet nga gëzimi. Dhe kështu, uroj që vitin 1937 ta kalojmë në gëzim, edhe se të smunde patologjisht. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.